faktikisht në mënyrë sistematike e bën dhunë qytetarë të vetë. Nëse përkthejmë këtë deklarat, ndoshta një pyetje për dy të bashkë, mendon se një arpushimi do të zgjasë edhe shumë, ose do të kemi ndoshta një tjetër tension? Goditjen më të madhe që deri sot që e kam pa në sytë e mi, ja kanë bë Iranit kur e kanë dëbu Hezbollahën nga Siria. Fitoria e guerilës në Siri. Me ato edhe Irani edhe Rusia kanë humbë shumë. Spari, Iranit është mbyll kanali i armatimit me cilët e ka financu edhe e ka furnizu edhe Hezbollahën Liban, po edhe Hamasin në Gaza dhe kudo me armatim. Rusis ja ka pamundsu kontrollin në Afrikë, me vendosin në Siri të forcave ruse, një pjesë të madhe të Afrikës kam rri përmes Wagnersave me destabilizu Rusia. Tasht, aty në është në ndërprej një koridor. Çka presën e tasht, unë e presë e kam e vazhdu lufta kryesisht në shkatrimin e Hezbollahut, shkatrimin e asaj organizatës në Irak, që është FMN militante, shkatrimin e Hamasit, këtë punë ka me bo Izraeli faktikisht, po edhe vendet tjera kanë me ndihmu. Ndikimi që ka pas para 7 vite, për shembull, në Afganistan, me Karzajn ka pas vendos edhe marrëdhënie diplomatike, ka pas bu media, ka pas vendos infrastrukturën inteligjente dhe i financoi grupet pashtu cilët vranin ushtarë amerikan. Në Irak janë 70% shia që janë të njëjtit besim. Atje ka kriju organizata paramilitare të cilët godishin ushtarë amerikan. Në Siri faktikisht me Asadin Hezbollahu e kontrollojshin këtërsisht, kurse Hezbollahu përdor të dhunë ndaj ushtarëve të Asadit. Dhe më thonë, tërësisht e ka pas marrë Irani e kontrollin. Tash i është zvoglu në masë shumë të madhe. Unë pres që do të adopsojnë edhe ma shumë, dhe Irani, pa proxyt e vetë, pa Hezbollahin, pa Hamasin, pa Hutis, nuk ka qysh me mbjetu dhe me mendu për ekspansion të ideologjisë të tyne. Tek e fundit, më u kthy sa i përket ai kudo që ka iniciativë kundër vlerave perëndimore, ata ndihmojnë. Mos harron, Serbisë i kanë shit, mas pari në Ukrainë, kanë godit popullin Ukrainës shumë me dronat, ata dronat famshëm, Shahed, kurse edhe Serbisë i kanë dhënë edhe gratis drona për me navra neve, që po menojmë a jemi Iranin apo me vlera perëndimore. Me mira drona Shahed për nevojat Serbisë, që potencialisht kishme i përdorën fëmijët tonë, i rëdhon Irani, i ka dhonë Serbisë. Dhe ne me pas këtë temë, a menojmë diçka pozitive për Iranin, është me të vërtet spektakulare. Supjani? Po, jo, sa i përket mi u kthy kësaj deklaratës të fundit, që lexova se tash më paska ra me pa, po gëtë frekshme. Po, ishte para pak minutash. Jo, deklaratë tipike e një regjime që është në ramje të lirë. Sepse ai diçka duhet më servu popullit vet. Po është fakt, e përmendi edhe Ania, mirë, po mos harrojmë në qëtë konfliktin. Sa e di une, Izrael nuk e dia, a kënë sa individ kënë në Izrael që humbën jetën, që të fundit ndokët një individ a dy. Se pasoja në njerëz nuk ka pas. Pasoja, 24, po që tash më fund, ka fundi i konfliktit, janë 2000 diçka janë në Iran. Po folim në njerëz fillimisht. Në infrastrukturë kritike, Izraeli nuk ka pas as një pasoj. Kanë sulmu një aeroport, mirë po damet nuk janë të asaj të atyre për masave që me e bo të pashfrytzueshëm dhe të parehabilitueshëm atë aeroport. Në infrastrukturë kritike, Irani ka hup qindra miliarda investime fillimisht në këto vendet apo bazat për pasurimin e uraniumit. Edhe mos harrojmë që nuk është sulmi parë ndaj kapasiteteve nukleare, sepse ka qenë vitin 2000... Dhe pse mbetin pyetje nëse kanë arritur deportonin... Ka qenë një software që ja pa të lëshu në 2012 nëse s'ka bëj, një bazë me software e kanë rritë shpejtësinë e centrifugave, deri në atë masa që ato kanë eksplodu vetë. Pra, me një spyware, e kanë kry qëtë punën që e kanë kry sot me raketa, amerikanët. Po, sa i përket kapaciteteve ushtarake, Irani i humbi generalat kryesor, Izraeli se ka humbi as një. Irani i humbi komplet mbrojtjen kundër ajrore, i dul prej sistemi. Iranit, jo Izraelit.
mburoja hekur të Izraelit kur nuk ka qenë dizajnume për me i ndalë këto raketat balistike. Ajo ka qenë dizajnume për raketa të shpejtësisë shumë atullt me cilat Izraeli ka qenë gjithmonë i sulmum. Mirë po të përfshije Amerika prej ditës të parë në konflikt, as një raket balistike jam shumë i sigur që nuk ish me kalu me mri në Izrael. Sepse asetet amerikane në atë zonë, fillimisht i kemi asetet amerikane që janë në gjirin persik. Luftanijet amerikane, gjitha kanë kapacitete për ndaljen e raketave balistike. Pastaj kemi asetet ajrore në Irak, ku janë F-16, F-22, F-35, janë të stacionum në Irak, ato janë asetet amerikane. I ki asetet ajrore në Jordani, i ki asetet detare luftanijet edhe aeroplan mbajtësët i ki në Mesdhe, i ki në detin e Kuq. Pra, rreth e rreth, për atë zonë, asë një s'kish me kalu nëse do përfshija i Amerika prej fillimit. Për kundër kësaj, do të thëtë ato që kanë kalu, një pjesë e madhe ju nalë prej kësaj mburojes hekurt, po edhe ato që kanë kalu në vende kryesisht që nuk kanë pas ndikim në infrastrukturë kritike të Izraelit. Pra Izraeli nuk ka pasoja nga kjo. Nga kjo ka pasoja Irani. Edhe në këtë arpushim e shë të përkoshëm, marë parasysh se tash... Shpresni ta thej, anë pushimin. Do ta bëj sërish Irani, si që... Izraeli besoj që ka me thy, po nuk e vlerësoj që ndoshta si Maseha Gjasa nuk do djeva koha për me thy hiç anë pushimin, sepse tash do ketë përpjekje të jashtëzakonshme që nga brenda të ndroj regjimi, sepse mos harrojmë, njerëz mund ta keq kuptojnë, nuk e ka për qëllim Amerika me e pushtu Iranin. As Izraeli besoj që nuk e ka këtë qëllim. Qëllimi vetëm është me demokratizu Iranin, pra me largu një regjim i cili po bën jashtëzakonisht keq, jo vetëm popullit vet, po edhe gjithëve përreth dhe më larg. E përmendi në kohën kur ja ka dhënë çta shahidat, çta dronat Serbis, kjo ka qenë në kohën para dhe përreth sulmit në Banjska që u bë. Edhe është tash mund me mendu me një njeri me një logjikë shnosh, se për çka është pregadit ajo. Sepse ajo ka pas potencial me dhezni konflikt. Pra, gjitha këtu, dhe faktin që Irani veç ju putën kraht me Hezbollah, me këto tash ka pak punë ende në Irak të azam, ka pak punë ende edhe pak në Liban, ka pak punë në Jemen, do të thotë mja preqta ato krahët e vogël që i kanë met Iranit. Edhe besoj që Izraeli tash e tutje do fokusohet në këto pjesë dhe do i luftoj që to njësit apo ushtrit jo formale që financohen dhe trajnohen prej gardës republikane të Iranit. E në ndërkohë do ndërmarrën veprime që të ketë, sepse populli sot do që mundohen me majtë pa informu, kanë me u informu. Edhe iranianët vetë